Shqipëria mbylli sot 3 kapitujt e parë negociues me Bashkimin Evropian. Komisioni i ri për zgjerimin, Martakos, vlerësoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit, duke e cilësuar vendin ndër shtetet që po shënojnë përparim të rëndësishëm drejt antarësimit. Në një reagim në rrjetin social X, Kosta e cilësoi një super të martë për zgjerimin e BE-s, pasi për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash u zhvilluan 4 konferenca ndërqeveritare në të njëjtën ditë, me Ukrainën, Moldavin, Shqipërinë dhe Malinezi. Sipas saj, Shqipëria do të mbyll kapitujt e parë të negociatave, ndërsa kërkoi që ky moment pozitiv të shoqërohet me rezultate konkrete në terren. Delegacioni shqiptar i kryesuar nga kryeministri Edi Rama zhvilloi konferencën e 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku në fokus janë kapitujt për shkencën dhe kërkimin, arsimin e kulturën, si edhe marrëdhëniet me jashtë. Qeveria shqiptare synon për shpejtimin e reformave dhe mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 me objektiv përfundimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuzat forta ndaj kryeministrit Edi Rama nga Brukseli, duke akuzuar këtë të fundit për lidhje me kartelet e drogës dhe krimin e organizuar. Në Asamblenë e Përgjithshme të IDC-CDI-s, organizata më e madhe politike e qendrës së djathtë në botë, ku mban postin e zëvendës presidentit, Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për luftën ndaj karteleve të drogës dhe ndikimit të tyre në politikë. Lideri i opozitës e cilësoi Shqipërinë një narkoshtet, duke pretenduar se vendi drejtohet nga struktura kriminale dhe se zgjedhjet nuk janë më procese të lira, por sipas tij farsa elektorale. Berisha akuzoi qeverinë se ka lejuar kontrollin e karteleve mbi trafikun e drogës, portet, ndërtimet dhe zonat bregdetare. Ai përmendi gjithashtu librin The Albanian Files, duke pretenduar se qindra projekte të mëdha janë zhvilluar pa transparencë në zonat të mbrojtura. Nga Brukseli, Kreu Demokrat kërkoi që organizatat ndërkombëtare të krijojnë mekanizma të posaçëm kundër trafikut të drogës dhe narkoshteteve, duke paralajmëruar se fenomeni përbën rrezik jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin e Europën. Vendimi i Partisë Demokratike për të bojkotuar seancat parlamentare ka nxjerrë në pa përplasjet brenda grupit parlamentar. Disa deputet kanë kundërshtuar hapur këtë strategji, duke argumentuar se bojkoti do pson rolin e opozitës dhe i heq asaj të vetmen platformë publike për përballje me qeverinë. Jorida Tabaku deklaron se kuvendi mbetet hapësira kryesore për denoncime dhe debat politik, ndërsa kujton se bojkotet e mëparshme nuk kanë sjellë rezultatet e pritshme për opozitën. Edhe Ina Zhupa ka theksuar se shumica e deputetëve në diskutimet e brendshme kanë qenë kundër mospjesmarrjes në seancë, duke argumentuar se në kuvend pengon ngritjen e çështjeve të rëndësishme. Deputeti Bujar Leska e ka cilësuar gjithashtu gabim bojkotin, pasi sipas tij opozita humbet mundësinë për të folur për institucionet, zgjedhjet dhe protestat qytetare. Ndërkohë Partia Demokratike bojkotoi seancën e fundit plenare, ku ishin parashikuar raportime nga disa institucione kushtetuese. Ndryshe nga demokratët, deputetët e forcave të tjera opozitare morën pjesë normalisht në punimet e kuvendit. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar ndaj bojkotit të fundit parlamentar të Partisë Demokratike, duke pretenduar se deputetët demokrat kanë qenë kundër këtij vendimi dhe kanë kërkuar përballje direkte me kryeministrin Edi Rama në kuvend. Sipas Salianit, vendimi për të mos marrë pjesë në seancë është marrë nga Sali Berisha, i cili sipas tij e ka justifikuar me shqetësimet për protestuesit dhe hedhjen e vezëve, por arsyeja reale lidhet me marrëveshje politike me mazhorancën. Saliani akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike se po zhvillon 2 pazare me Ramën, për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Ai pretendon se Berisha nuk ka paraqitur alternativa konkrete për ndryshimin e kodit zgjedhor dhe as për ndarjen e re administrative të vendit. Ish-deputeti deklaron se mungesa e opozitës në kuvend do pson betejën politike dhe se një opozitë që heq dorë nga përballja me qeverinë rrezikon të kthehet në bashkëjetesë politike me mazhorancën. Akuzat e Salianit vijnë në një moment kur brenda Partisë Demokratike janë shtuar debatet për strategjinë e opozitës dhe mënyrën e përballjes me qeverinë Rama. Projektligji për mbrojtjen e tokës bujqësore ka shkaktuar debate në Komisionin e Ligjeve, pasi qeveria propozon që fermat agrofotovoltaike të përdoren jo vetëm për prodhim energjie nga dielli, por edhe për instalimin e baterive të depozitimit. Zëvendës ministri i bujqësisë Fatmir Guri sqaroi se skema parashikon përdorimin e 60% të sipërfaqes për aktivitet bujqësor dhe deri në 40% për prodhimin e energjisë, ndërsa bateritë do të vendosen në një hapësirë të kufizuar. Por nisma hasi kundërshtime edhe brenda vetë mazhorancës. Deputeti socialist Damian Gjiknuri kundërshtoi përfshirjen e energjisë së erës në projekt, duke argumentuar se turbinat kërkojnë ndërtime masive me baza betoni që mund të dëmtojnë tokën bujqësore. Edhe opozita ngriti shqetësime për ndikimin e baterive të mëdha të magazinimit mbi strukturën e tokës. Deputeti demokrat Ojert Bylukbashi paralajmëroi se instalimet mund të shndërrohen në ndërtime që cënojnë karakterin bujqësor të sipërfaqeve. Debati u tensionua gjatë mbledhjes, ku pati përplasje mes Damian Gjiknurit dhe kreut të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, pas votimit në parim kundër dhe më pas abstenimit gjatë shqyrtimit nen për nen. Gjiknuri kërkoi të shpjegonte qëndrimin e tij, por nuk ju dha fjala. Përplasja verbale përfundoi me largimin e Gjiknurit nga komisioni, ndërsa diskutimi i projektligjit vijoi vetëm me deputetët e tjerë të mazhorancës.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike depozitoi në SPAK një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv dhe pastrim parash, në kuadër të asaj që opozita e quan afera Albanian Files. Sipas PD-s, libri The Albanian Files, Freedom and Architecture, zbulon një skem ku Rama në rolin e kryeministrit dhe kreut të Këshillit Kombëtar të Territorit përzgjidhte studio të huaja arkitekturore dhe i lidhte me investitorë shqiptar për projekte kullash, hotelesh dhe resortesh. Në kallëzim përmendet konkretisht rasti i arkitektit amerikan Sam Chermayeff, i cili sipas PD-s u kontaktua përmes zyrtarëve të Territorit dhe më pas projektoi kullën 44 katëshe Sun Moon Star në Tiranë, projekt që mori miratimin e KKT-s në vitin 2024. Opozita pretendon se kjo skem favorizonte biznesmen të caktuar përmes lejeve të ndërtimit, dhe se disa projekte në zonat mbrojtura ishin planifikuar përpara ndryshimeve ligjore. PD kërkon hetimin e rolit të Ramës dhe zyrtarëve të tjerë, duke pretenduar se bëhet fjalë për një strukturë të organizuar që ka sjellë përfitime të palishme për persona të lidhur me ndërtimin. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila deklaroi se nëse do të kishte qenë në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 98, do të kishte kryer një spastrim etnik në Kosovë. Hoxha e cilësoi deklaratën të papranueshme dhe një fyerje të rëndë ndaj viktimave të luftës, duke theksuar se relativizimi i krimeve kundër njerëzimit dëmton procesin e pajtimit në rajon. Sipas ministrit shqiptar, deklarata të tilla bjen ndesh me vlerat europiane dhe ushqejnë mosbesimin mes popujve të Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Hoxha paralajmëroi se rikthimi i retorikave që justifikojnë politikat e viteve të luftës rihap plagë të së kaluarës dhe pengon rrugën europiane të rajonit. Ai bëri thirrje për përballje me historinë dhe për një të ardhme të bazuar në bashkëpunim, duke theksuar se pajtimi nuk mund të arrihet përmes mohimit apo glorifikimit të krimeve. Pas rreth 500 ditësh refuzime, SPAK ka miratuar kërkesën e avokatëve ndërkombëtar të Erion Veliajt për të zhvilluar një takim me kryebashkiakun e Tiranës. Sipas informacioneve, vendimi është marrë disa ditë më parë, ndërsa deri tani SPAK nuk ka dhënë shpjegim publik për ndryshimin e qëndrimit, pasi më herët kishte refuzuar kërkesat e përsëritura të mbrojtjes. Avokatët e Veliajt kishin kërkuar takimin me argumentin se synonin të dokumentonin sipas tyre shkelje gjatë procesit hetimor dhe ta përdornin këtë material në një proces të mundshëm pranë gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. SPAK ka funduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen Veliaj, ku përfshihen kryebashkiaku i Tiranës, bashkëshortja e tij Ajola Xoza, si edhe 28 persona e subjekte të tjerë. Veliaj akuzohet për 13 vepra penale, përfshirë korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Sipas SPAK-ut, pjesa kryesore e akuzave lidhet me përfitime të parregullta nga kompani që kanë marrë leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Një tjetër ish kryebashkiak socialist është marrë i pandehur nga SPAK. Bëhet fjalë për ish-kreun e Bashkisë Divjak Fredi Kokoreshi, i cili akuzohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim. Dosja e hetuar nga prokurori Elvin Gokaj lidhet me procedurat e dhënies me qira të disa pasurive të përdorura për ndërtimin e implanteve fotovoltaike të regjistruara si tokë bujqësore. Përveç Kokoreshit, SPAK ka marrë pandehur edhe Andi Bullarin, Ledi Xharon dhe Dorian Spahon. Çështja tashmë është dërguar gjykatës së posaçme, ku pritet caktimi i gjyqtarit për seancën paraprake. Sipas hetimeve, zyrtarët e Bashkisë Divjak dyshohet se kanë shkelur procedurat ligjore gjatë dhënies me qira të këtyre pasurive për implante diellore me afat shfrytëzimi 10 vjeçar. SPAK po verifikon nëse veprimet e kryera kanë sjellë përfitime të parregullta dhe nëse procedurat e ndjekura kanë qenë në përputhje me ligjin, pasi pronat rezultonin të regjistruara si tokë bujqësore në momentin e dhënies me qira. Pas 2 rasteve të helmimeve masive brenda një muaji, Akademia e Sigurisë ka ndryshuar mënyrën e furnizimit me ushqim për kursantët. Institucioni ka ndërprerë shërbimin e cateringut nga kompania Sorial dhe ka rikthyer gatimin në mensën e vet. Ndryshimi ka hyrë në fuqi më 27 qershor me qëllim shmangjen e incidenteve të tjera. Krahas rikthimit të kuzhinës në ambientet e akademisë, është riorganizuar mensa, është shtuar personeli dhe është zgjeruar menuja për kursantët. Studentët kanë deklaruar se ushqimi është tashmë më i freskët dhe më i larmishëm krahasuar me periudhën kur shërbimi kryhej nga kompania private. Vendimi erdhi pas 2 episodeve të dyshuara të helmimit ushqimor, ku në total 116 kursantë shfaqën simptoma si të vjella, temperaturë, diarre dhe dhimbje koke, duke marrë trajtim në QSUT. Në rastin e parë, analizat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit zbuluan nivele mbi norm të bakterit E. coli dhe stafilokokut, ndërsa aktiviteti i kompanisë Sorial u pezullua përkohësisht. Pak javë më vonë u regjistrua një tjetër episod ku u prekën mbi 60 kursantë të tjerë. AKU mori monstrat të ushqimeve dhe nisi verifikimet për të përcaktuar përgjegjësitë dhe shkakun e helmimit. Ndërkohë tashmë i takon drejtësisë të hetojë kompaninë Sorial, që ka marrë miliona euro tender nga shteti, me në krye dyshen Nikolin Jakaj dhe Alma Tafani.
Shqipëria po përballet me një ndryshim të fortë demografik ku plakja e popullsisë po prek më shumë gratë. Sipas të dhënave të Instat, mosha mediane e grave në vitin 2024 ka arritur në 45.4 vjeç, ndërsa për burrat 43.1 vjeç, një diferencë prej rreth 2.3 vitesh. Dikur një nga vendet më të reja të Europës, Shqipëria sot po përjeton rënje të lindjeve, emigracion të lartë dhe të kurrje të brezave të rinj. Gratë po plaken më shpejt kryesisht për shkak të jetëgjatësisë më të madhe, duke zënë një peshë më të lartë në grup moshat e avancuara. Në fund të vitit 2024, popullsia shqiptare zbriti në rreth 2.36 milion banor, 1.2% më pak se një vit më parë. Largimi i të rinjve në moshë pune dhe rënja e lindjeve po përshpejtojnë plakjen e vendit. Ky trend sjell pasoja të drejtë për drejta për ekonominë dhe shoqërinë. Më pak fuqi punëtore, më shumë presion mbi pensionet, si edhe rritje të nevojës për shërbime shëndetësore e sociale. Sipas Instat, nëse kjo prirje vazhdon, Shqipëria do të përballet me një popullsi gjithnjë më të plakur, ku brezat e rinj do të jenë më të pak dhe barra sociale e ekonomike do të rritet. Sektori i bareve dhe restoranteve po përballet me një rënje të fortë të konsumit gjatë sezonit turistik. Shoqata e bareve dhe restoranteve deklaron se në muajin qershor shpenzimet në lokale kanë rënë me 30 deri 35% krahasuar me një vit më parë. Sipas përfaqësuesve të sektorit, një nga faktorët që kanë ndikuar është edhe goditja e grupeve kriminale nga hetimet e spakut për pastrim parash. Sipas tyre, mungesa e klientëve me shpenzime të larta, veçanërisht në zonat bregdetare, është ndjerë në mënyrë të dukshme. Por rënja e konsumit lidhet edhe me faktorë të tjerë, si shtimi i hoteleve me shërbim all inclusive që u ofrojnë turistëve vakte brenda strukturave të akomodimit, si edhe dominimi i turistëve me buxhet të ulët, të cilët preferojnë të konsumojnë në apartamentet ku qëndrojnë. Efekti më i madh po ndihet në zonat jugore, veçanërisht në Ksamil, ndërkohë çmimet nuk kanë shënuar rritje këtë sezon, me një shpenzim mesatar në restorante nga 20 deri në 40 euro për person. Sektori vijon përballet edhe me mungesë të fuqisë punëtore, me një vakancë të vlerësuar nga 10 deri në 20.000 vende pune pavarësisht punësimit të punonjësve të huaj. Mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga gjykata speciale në Hag lirimin e tij me kusht, duke ofruar një garanci financiare prej 50.000 eurosh. Në kërkesën drejtuar dhomave të specializuara, avokatët argumentojnë se Thaçi nuk paraqet rrezik arratisje dhe se është i gatshëm të pranojë një sër kufizimesh për të garantuar respektimin e procesit gjyqësor. Sipas kushteve të propozuara, ish-presidenti nuk do të largohet nga Kosova pa autorizim, do të dorëzojë pasaportën dhe dokumentet e udhëtimit, do të raportojë rregullisht pranë policisë së Kosovës dhe do të shmang çdo kontakt me bashkë të akuzuar apo dëshmitar të çështjes. Mbrojtja kërkon gjithashtu që Thaçi të mos bëjë deklarata publike për gjykatën speciale, prokurorinë apo procesin gjyqësor dhe të mos diskutojë për mbajtjen e dosjes jashtë ekipit të tij ligjor. Zëdhënësi i gjykatës speciale Michael Doyle ka deklaruar se trupi gjykues do të marrë vendimin për kërkesën në kohën e duhur. Hashim Thaçi ndodhet në burgim në Hag, ku përballet me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Kosovë, akuza të cilat ai ka mohuar. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka nisur një fushat të re kundër gjykatës penale ndërkombëtare, duke deklaruar se administrata e Donald Trump synon të kufizojë veprimtarinë e saj. Rubio akuzoi gjykatën me seli në Hag se cënon sovranitetin amerikan dhe mund të rrezikojë ushtarët, agjentët kufitar dhe zyrtarët amerikan me ndjekje penale nga gjyqtarë ndërkombëtar. Sipas raportimeve, Departamenti i Shtetit po shqyrton masa presionin ndaj vendeve aleate që mbështesin ICC-n për fshirë mundësi sanksionesh, kufizime, udhëtimi dhe masat diplomatike. Megjithatë, ekspertët së drejtës ndërkombëtare i kanë kundërshtuar pretendimet Rubios, duke argumentuar se gjykata penale ndërkombëtare nuk ka jurisdiksion mbi territorin amerikan, por vepron ndaj krimeve në vendet që njohin autoritetin e saj. Përplasja mes Washingtonit dhe ICC është përshkallëzuar pas hetimeve të gjykatës ndaj veprimeve të Izraelit në territoret palestineze dhe lëshimit të urdhër arresteve ndaj zyrtarëve izraelit. Administrata Trump ka vendosur më herët sanksione ndaj drejtuesve dhe gjyqtarëve të gjykatës, ndërsa ende nuk është e qartë se cilat do të jenë hapat konkret për dobësimin e mëtejshëm të institucionit ndërkombëtar të drejtësisë. Franca ka festuar sot ditën kombëtare të 14 korrikut me paradën tradicionale ushtarake në Champs-Élysées dhe spektaklin madhështor të fishek zjarreve në kullën Eiffel. Me anë të kësaj parade, Franca tregoi forcën ushtarake në ditën e Bastijës, ku Parisi u kthye në kryeqendrën e Europës dhe mirëpriti me 10 lider. Presidenti Emmanuel Macron përdori ceremoninë për të kërkuar një zgjim strategjik të Europës përballë sfidave të sigurisë, duke theksuar se kontinenti duhet jetë i gatshëm të mbrojë vlerat dhe lirinë e tij. Në parad morën pjesë rreth 6700 ushtarë, mes tyre trupa nga koalicioni vullnetarëve dhe ushtarë Ukrainas. Në Paris ishin pranishëm liderë të lartë europian, përfshirë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, kryeministrin britanik Keir Starmer apo kancelarin gjerman Friedrich Merz. Parada e këtij viti u zgjerua me më shumë mjete ushtarake dhe avion, duke shfaqur modernizimin e ushtrisë franceze. Franca ka rritur ndjeshëm buxhetin e mbrojtjes dhe synon të forcojë kapacitetet ushtarake përballë kërcënimeve të reja. Festimet u shoqëruan edhe me një spektakël të veçantë kushtuar 70 vjetor të binjakëzimit mes Parisit dhe Romës, ndërsa Franca nderoi edhe viktimat e sulmit terrorist në Nicë të vitit 2016, ku humbën jetën 86 persona.
Një vale forte të nxehtit ekstrem ka përfshirë Italinë dhe pjesën më të madhe të Europës me temperaturat që pritet të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në ditët në vijim. Italia ka shpallur për herë të tretë brenda pak javësh alarm të kuq për disa qytete përfshirë Firenze, Perugian, Brescian dhe Torinon. Në ditët në vijim në listën e zonave me rrezik maksimal pritet të përfshihen edhe Roma e Bologna. Meteorologët parashikojnë temperatura mbi 40 gradë Celsius në pjesën qendrore dhe jugore të vendit, ndërsa krahas vapës vendi po përballet edhe me thatësire, mungesë uji veçanërisht në rajonin e Piemontes. Nxehti ekstrem po ndikon edhe në jetën e përditshme. Në Firenze punonjësit e shpërndarjes së ushqimit kanë paralajmëruar protesta për kushte më të sigurta pune gjatë orëve të pikut të vapës. Situata është e rëndë edhe në vende të tjera europiane. Në Britaninë e Madhe temperaturat e larta kanë favorizuar zjarret, ndërsa në Francë flakët kanë prekur pyje të mëdha. Në Gjermani autoritetet raportojnë rritje të rasteve të mbytyjeve për shkak të temperaturave të larta. Një tjetër val sulmesh ka rritur tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me shpërthime të raportuara pranë porteve iraniane Bandar Abbas dhe Bushehr. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike pretendon se ka goditur 2 cisterna të Emirateve të Bashkuara Arabe në ngushticën e Hormuzit, duke shkaktuar një viktim dhe 8 të plagosur. Abu Dhabi e ka dënuar sulmin si të papranueshëm. Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi për sulmen ndaj objektivëve iranian, duke deklaruar se synimi ishte dobësimi i aftësive të Teheranit për të kërcënuar transportin detar. Sipas mediave iraniane, nga këto sulme kanë humbur jetën 3 persona. Pika kryesore e përplasjes mbetet ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se SBA do të vendosin një blokadë detare ndaj porteve iraniane dhe një tarif 20% për ngarkesat që kalojnë përmes kësaj zone. Përshkallëzimi ka ndikuar edhe në tregjet energjetike me çmimin e naftës Brent që u rrit mbi 3%, duke arritur në $86 për fuqi. Kriza mes Washingtonit dhe Teheranit rrezikon të sjellë pasoja të reja për sigurinë rajonale dhe ekonominë globale. Franca dhe Spanja përballen sonte në mbrëmje në një nga sfidat më të mëdha të Kupës së Botës 2026 me synimin për një vend në finalen e madhe. Dy kombëtarët vinë në këtë përballje me formë të shkëlqyer dhe pritet të zbresin në fushë me yjet kryesor. Për Francën, Kylian Mbappé dhe Manu Kone pritet të jenë të gatshëm për titullar. Gjelat kërkojnë finalen e 3 radhazi në një botror dhe kanë një ecuri perfekte në turne me 6 fitore në 6 ndeshje dhe 16 gola të shënuar. Mbappé është protagonisti kryesor me 8 gola, i mbështetur nga Dembele, Olise dhe muesit e kraut. Edhe Spanja vjen me ambicie të mëdha duke rikthyer në formacion mes fushorin Pedri. La Roja mbështetet e sulmi udhëhequr nga Mikel Oyarzabal dhe talenti Lamine Yamal, ndërsa në mes fush rikthimi i Pedrit dhe Merinos i jep më shumë alternativa trajnerit Luis de la Fuente. Spanja ka një bilanc pozitiv në përballjet e fundit direkte me Francën, por sfida e radhës pritet të jetë një duel i hapur mes dy prej skuadrave më të forta të botës. Finalja është vetëm një hap larg.